i nderuar zoti Bajraktari, mirë se keni ardhur. Unë këtu kemi vendosur një konferencë për shtyp së bashku me kryetarin e shoqatës së prodhuesve të qumshtit, zotin Naser Bajraktari, në lidhje me situatën e sektorit të qumshtit. Për informacionin e juaj, ka javën e kaluar dhe këtë javë kemi pas takime të përbashkëta së bashku me Ministrinë e Tregtisë edhe Ministrinë e Financave, me gjitha aktorët të relevancë për këtë sektorit të qumshtit në Kosovë. Dhe pas analizave që kemi bo këtu kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, çështjet që ndërlidhen edhe duhet të jenë të ditura dhe për publikun, ka të bëj me tendencën në rritje sa i përket zëvendësimit të qumshtit të freskët i cili po prodhohet brenda vendit. Është një situatë që po i afekton ose i afekton ekonomitë rurale gjithandej i Kosovës dhe për pasojë edhe qumshti i cili prodhohet ekziston kohë pas kohe në cikle sezonale mbetet si tepritës. Ne kemi dashur me analizu saktë se ka po rrjedh kjo situatë dhe diskutimet tona, analizat tona janë që qumshti i freskët në Kosovë, aq sa prodhohen, rreth diku 320 milion litra në vetë, është në tendencë në presion të vazhdueshëm nga produktet të importuara. Dhe njëra nga to është qumshti pluhur. SS kodi relevant është 401 dhe 402. Dhe për ta dokumentuar këtë në bashkëpunim me gjitha me doganet e Kosovës, kemi marrë të gjitha hyrje-dalit në sasi edhe në shuma, dhe kemi arë në fundim, në sasia e qumshtit pluhur ka një rritje shumë të madhe, tendencë të madhe të rritjes së importit të qumshtit pluhur. E dyta, qumshti freskët po ashtu po ballafaqohet me një presion në rritje sa i përket importit të yndyrnave dhe produkte zëvendësuese, që në këtë rast është vaji i palmës. Ta keni parasysh që vaji i palmës në shumë raste në industri përdoret si zëvendësim ndaj yndyrave shtazore, të cilat prodhohen nga qumshti apo në ekonominë tona familjare si për shkak të tepritës së qumshtit. Dhe rrjedhimisht një tendencë ngjashme është po ashtu edhe të vaji i palmës, por jo aq sa është të teksuar tek qumshti pluhur. Në lidhje me këtë, analiza jonë është që shkalla e presionit është jo vetëm tek këto dyja, por edhe tek produkte tjera të ndërlidhura ose që derivojnë në produkte të qumshtit, por në një shkallë pak më të vogël. Rrjedhimisht situata fillon të përkeqësohet gjatë për shkak të sezonalitetit të prodhimit të qumshtit vendas. Ta keni parasysh që për shkak të përmirësimit të kushteve blegtorale ndërmjet marsit dhe qershorit, kafshët kanë më shumë ushqim dhe rrjedhimisht prodhohet më shumë qumsht. Por që e njëjta gjë ndodhet te vendet të tjera ka po importon Kosova. Dhe rrjedhimisht historikisht Kosova ka një problem të sezonaliteti i qumshtit, kur paradoksalisht ne prodhojmë edhe më shumë, por edhe vendet e tjera për shkak të tregtisë së lirë ka një tendencë të dërgojnë më shumë qumsht në Kosovë. Dhe rrjedhimisht edhe kjo është e konfirmuar bazë të analizave që i kemi ne. Ka një sezonalitet tek importet e qumshtit. Rrjedhimisht shkojmë tek masat. Ajo çfarë ne kemi ndërmarrë është dje me propozim të Ministrisë së Bujqësisë, ja kemi propozuar Ministrisë së Financave akcizën në qumshtin pluhur. Dje Ministria e Financave ka dërguar të njëjtin propozim në qeverinë e Kosovës dhe i njëjti është votuar. Dhe rrjedhimisht dje në orë të vona po ashtu është konfirmuar, është votuar në Komisionin për Buxhet, që rrjedhimisht nga momenti kur hyn në fuqi dhe del në gazetë zyrtare, qumshti pluhur do të i nënshtrohet akcizës në import. E dyta,
marrë parasysh që në treg, nuk mjafton shumë analizë për bazë të raportimeve që kemi edhe ne në shqitoret tona, shpeshherë ose në raste ka një përzierje, që unë i klasifikoj si ndeshje me ligjin për konsumatorin. Një përpjekje për të thënë që qumshti plur apo i përzierjet me vaj të palmës derivojnë nga qumshti i freskët që nuk është e vërtetë. Rrjedhimisht nga dje, në shku vendimin për kontrole kufitare, se cila pako e qumshtit që futet në Kosovë nga importi, do t'i nënshtrohet dy masave. Masa e parë është analiza laboratorik. Do të analizohet përbërja e secilës pako që futet në Kosovë. E dyta është në tregun e brendshëm, masa e dytë është secili produkt i qumshtit do të kategorizohet drejt. Nuk ka përzierje dhe me qumshtit e freskët edhe produkte tjera që përmbajnë qumsht pluhur ose vajin e palmës. Rrjedhimisht ne kam urdhëruar Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë që këto masa të zbatoj strikt, të jenë proporcionale dhe të jenë në fuqi për një periudhë fillestare për 90 ditësh me mundësi vazhdimi. Ne i kërkojmë të gjithë operatorëve ekonomik në të gjithë qytetarët të Kosovës që t'ju përmbahen këtyre dispozitave të reja, është në interes të mbrojtjes së konsumatorit, është në interes të mbrojtjes së qumshtit të freskët dhe ekonomive tona familjare. Dhe të njëjtën kohë, ju falenderoj edhe ju mediave që e keni ngritë këtë çështje dhe me mirësjellje kërkoj që të ju të japni kontributin në përqimin e këtij mesazhi gjithandej Kosovës. Ju falenderoj. Ne si shoqata e produktëve të qumshtit kemi ngritur zërin tonë, e cila ka qenë para një mujdite që kemi bërë kërkesa dhe kemi bërë takime me Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e Tregtisë me të gjatë të ministrit ku janë relevante të cilat përballen dhe është interesi i jonë. Të ne të produktëve të qumshtit ka filluar që mos të grumbullohet qumshti i tërë i cili prodhohet në Kosovë prej fermave tona. Dhe kështu që në takimet e përbashkëta me ministrin Muja dhe me të gjithë jemi ardhur deri te një fazë ku po mendojmë që duhet ta mbrojmë dhe duhet ta mbrojmë prodhimin vendor. Bujqit tonë më shumë derdhin djersh, se qumshti prodhohen dhe ai qumshti mos më shit në tregun tonë. Kështu që këto masa ministër, faleminderit shumë. Po shpresojmë të ardhmen shumë të shpejt të reflektojnë dhe na mos të kemi problem për shitjen e prodhimeve tona vendore. Faleminderit shumë. Në vazhdim të fjalës së thatë dhe ju, Ministria e Bujqësisë po shkon ka masa tjera mbështetëse të fermerëve në mbështetjen e prodhimit vendor. Ne mbështesim ne kemi skemen e pagesave direkte për lopë qumshtore, i cili do vazhdojë dhe më janë t'ju informoj edhe këtu, të raportoj tek bujqit gjithandej Kosovës që kjo masë do vazhdojë e mbështetjes, po ashtu ne subvencionojmë ditën e qumshtit, e sipas kategorive të cilësisë, prej klasës së parë deri te ekstra klasa, dhe po ashtu kemi masa tjera që e mbështesim sa herë në kuadër të fondit për zhvillimin rural, dhe mbështesim me theks të veçantë pajisjet për fuqizimin e prodhimit dhe përpunimit në kuadër të fermës. Dhe aty përfshin gjithë sinxhiri ftofës edhe ai që i mundson fermerëve tonë të plotësojnë kushtet fitosanitare. Ju falenderoj shumë. Tashimi të hapur për pyetje. Ne kemi një çështje strukturore në sektor, të cilën ne kemi analizuar thellësisht dhe çdo masë qoftë në politika dhe në pasim dhe në veprime, masa financiare fiskale do të jetë konform arritjes së këtij qëllimi. Strukturalisht ne jemi vend elektoral dhe prodhimi i qumshtit është i rëndësisë jetike, marrë parasysh që ne importojmë dikun sa unë kujtoj rreth 85 milionë euro qumshtë të freskët dhe gjitha produkte tjera që prodhohen nga qumshti. Dhe unë besoj që si sektor është i rëndësisë jetike nacionale dhe rrjedhimisht hyn në mesin e produkteve të cilat mbrohen nga shteti, edhe provizionet e tregtisë së lirë, përfshirë ato me cefta, parashohin specifika sa i përket
këtyne produkteve dhe në të ardhmen, ne po ashtu po shqyrtojmë dhe po bëjmë analizë edhe për masa shtesë, po të cilat do të jemi në gjendje t'ju informojmë dhe juve, por në përgjithësi situata është kështu, prodhohen 300 milion litra qumsht, importohen në ekuivalente, jo të gjitha, po importohen të freskët, diku rreth 22 milion litra qumsht, importohen për si qumsht plor rreth 20 milion litra qumsht, importohen produkte të qumshtit, kos, vaj, dhall, ETJ, rreth 18 milion litra, importohet vaj palme, i cili nëse ekuivalentizohet, diku 1,30 është diku rreth 100 milion litra ekuivalente, jo drejt për drejt qumsht. Keni parasysh që dikon qumshti jonë, sektori jonë, i cili prodhon rreth 320 milion litra, po ballafaqohet me një presion importi rreth 270 milion litra. Keni parasysh në ekuivalent. Kjo paraqet një sfidë strukturore, presioni është jashtëzakonisht i madh, por ne duhet ta rikthejmë masën strukturore. E para që është për rëndësi, është që t'inkurajojnë të gjitha institucionet, por edhe qytetarët e vendit që ta konsumojnë, fillimisht sepse është edhe i freskët, e dyta që edhe prodhuesit tonë të qumshtit t'i zbatojnë të gjitha standardet dhe kriteret për sigurinë dhe masat fitosanitare, për cilën ne do t'i mbështesim. E treta që ka rëndësi në të ardhmen, ne do të inkurajojmë dhe do të mbështesim edhe industri tjera përpunuese në mënyrë që qumshti, i cili mbetet e prisë ko pas kohë, që prodhohet brenda vendit në baza sezonale, të shfrytëzohet për prodhimin e jogurtit, buterit, ka dhe produkte tjera, por i cili kërkon më shumë analizë dhe për këtë ne po ashtu do të jemi në kontakt me shoqatat e përpunuesve të qumshtit, por gjithsesi qëllimi jonë këtu është që fermerët të ndihmohen në rand të parë, sepse është çështje jetike për ta, është çështje të ardhurave ditore të tyre dhe këto masa që i morëm sot në rand të parë i mbrojnë ata. Sa ndemi strukturalisht ne jemi na duhet të mendojmë edhe Ministritë të Policisë do marrim masa ligjore financiare për të arritur objektiva tjera nacionale. A kemi pyetje tjera? Nëse jo, ne ju falenderoj shumë për vëmendjen ndaj kësaj çështje. Ju kërkoj zoti Bajraktari që po ashtu të informoni edhe fermerët, bujqit e Kosovës për masat e reja, po ashtu ju falenderoj për korrektësinë edhe për insistimin për këtë çështje dhe ne do të mbesemi në kontakt në baza javore. Unë po ashtu në Ministritë të Policisë kam themeluar një grup i cili baza javore të monitoroj situatën, do më raportoj dhe bashkërisht në interes të fermerëve të Kosovës do marrim edhe masa shtesë po që nevoja. Ju falenderoj shumë.